Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Në qarkun e Gjirokastrës ka nisur fushata e vaksinimit të baktive për periudhën prill-maj. Blegtorët po i bashkojnë kësaj nisme të rëndësishme, ndërsa shërbimi veterinar ka përqendruar ndërhyrjet në zonat më të rrezikuara nga sëmundja e plasjes. Specialistët theksojnë se vaksinimi është kyç për shëndetin e baktive dhe sigurinë ushqimore. Banorët e fshatit malor të Kërës në Dropullin e Sipërm kërkojnë përmirësimin e infrastrukturës. Ata mendojnë se fshati i tyre ka potencial për të kthyer në atraksion turistik. Në fshatin Lazarat, një talent i ri po spikat në botën e artit figurativ. Desa Armamo, vetëm 12 vjeç, ka nisur të vizatojë që në moshën 5 vjeçare dhe sot e shikon artin si mënyrën e tij më të bukur të shprehjes. Me pasion dhe përkushtim, ai ëndërron të bëhet një artist i njohur në të ardhmen. Dy shoqata kulturore nga Selaniku, Orostasi dhe Toseriani, zhvilluan një aktivitet artistik në sheshin Çerqiz Topulli në Gjirokastër në bashkëpunim me shoqatën kulturore të Dervicianit. Gjatë mbrëmjes u interpretuan valle dhe këngë tradicionale greke, të cilat u mirëpritën nga publiku. Organizatorët dhe pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e këtyre aktiviteteve në promovimin e kulturës dhe forcimin e lidhjeve mes dy vendeve. Ju njohim tani më gjërësisht. Në qarkun e Gjirokastrës ka nisur fushata e vaksinimit të baktive për periudhën prill-maj. Blegtorët po i bashkojnë kësaj nisme të rëndësishme, ndërsa shërbimi veterinar ka përqendruar ndërhyrjet në zonat më të rrezikuara nga sëmundja e plasjes. Specialistët theksojnë se vaksinimi është kyç për shëndetin e baktive dhe sigurinë ushqimore. Në qarkun e Gjirokastrës ka nisur fushata e vaksinimit të bagotive për periudhën prill-maj, një proces i rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit të tyre dhe parandalimin e përhapjes së sëmundjeve. Blegtorët e zonës i janë përgjigjur pozitivisht kësaj nisme. Valentino Jaupaj, një prej tyre, ka vaksinuar të gjithë kopejnë e deleve, duke konsideruar këtë proces jetik për mbarvajtjen e aktivitetit të tij. Kemi rreth 400. Keni bërë matrikullimin e këtyre? Të gjitha. Çfarë kërkon shteti kemi bërë. Kanë shumë vaksinime, nuk ka vetëm një. Edhe pothuajse në çdo 2-3 muaj këto kërkojnë vaksinë. Dhe vjen veterineri, ditën domethënë që do ai merr telefonin dhe bëhet procesi. Vaksinohen, bëjnë të gjitha me matrikullime me tëra. Ndërkohë, sektori veterinar në Gjirokastër ka përqendruar ndërhyrjet në 12 vatra të identifikuara si më të rrezikuarat nga sëmundja e plasjes. Ne si qark Gjirokastër kemi 23.600 dozë vaksinë në 12 vatra, por dua të shpjegoj, nuk janë vatra që kanë sëmundje sot, por janë vatra të rrezikuara që në vite ka pasur antraks, ka pasur plasje dhe ne këto i monitorojmë dhe i vaksinojmë çdo vit në bazë të strategjisë për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve, për strategjinë për sëmundjen e plasjes. Si vjet nuk ka pas asnjë vatër, po jemi herët akoma, për arsye se ajo është sëmundje që ajo shfaqet në çdo kohë, se dhe temperaturat janë të rritura edhe në dimër, po është zakonisht sëmundje e kohës së ngrohtë. Specialistët theksojnë se vaksinimi i rregullt është thelbësor, jo vetëm për shëndetin e bagotive, por edhe për sigurinë ushqimore të konsumatorëve. Banorët e fshatit malor të Kërës në Dropullin e Sipërm kërkojnë përmirësimin e infrastrukturës. Ata mendojnë se fshati i tyre ka potencial për të kthyer në atraksion turistik. Këra është fshati më malor në Dropullin e Sipërm dhe ndodhet vetëm 8 km larg pikës kufitaret Kakavijes. Gjatë sezonit të dimrit jetojnë vetëm 15 banor, nga 350 të tillë në vitin 1990 me 70 banesa. Infrastruktura rrugore ka qenë historikisht problemi më kryesor i banorëve të fshatit, por gjatë 6 viteve të fundit drejtuesit vendor kanë shtruar me beton një pjesë të konsiderueshme të këtij segmenti. Është rruga edhe kultura kryesore. Po bën këto digjera, do jemi më mirë. Se vjen dhe njerëzit, po s'kemi kulturën që pikon venda, ka lagështi, do të rregullon. Kryesorët janë këto vetëm. Përveç infrastrukturës rrugore, banorët kërkojnë edhe përmirësimin e rrjetit ujësjellës, si dhe rrjetin elektrik. Problemet më të mëdha kemi rrugën, pastaj ujin, edhe kemi probleme në dimër me dritat. Linja është në 67-ën. Edhe janë kalë për djekur. Kemi probleme gjithmonë partije, ngelem ja 24 orë pa drita. Ja kaputëm mbi Bodrishtën.
Pylli i kërës është magjepës, pasi ka në gjirin e tij 250 lloje pemësh si dhe pisha shumë të veçanta, të një moshe 300 vjeçare. Bukuritë e natyrës egër dhe relievit malor, deri në fshatin Lesinic, tashmë sjellin turistë europian me motocikleta. Kështu që përmirësimi i infrastrukturës mund të kthejë fshatin Kër në një atraksion të mirëfill turistik. OSHE njofton ndërprerjet e energjisë në Gjirokastër më 20 prill. OSHE ka lajmëruar se ditën e hënë 20 prill, në intervalin kohor nga ora 9 deri në orën 15:00 do të kryen punime remonti në Fiderat Industri dhe Lunxhëritë në stacioni Gjirokastër e vjetër. Përpasoj pa energji elektrike do të mbeten pjesë të zonës industriale të Gjirokastrës si edhe njësia administrative Lunxhëri. OSHE bën apel që banorët dhe bizneset e prekura të marrin masat e nevojshme gjatë kohës së ndërprerjes. Bashkia Sarandë po kryen ndërhyrje në infrastrukturën bujqësore për të lehtësuar punën e fermerëve gjatë sezonit me ngarkesë të lartë. Sipas drejtorit të bujqësisë Mustafa Lama, janë riparuar kanalet kulluese dhe po vijon pastrimi i kanaleve vaditse. Gjithashtu po punohet edhe për pastrimin e argjinaturave dhe përmirësimin e rrugëve që lidhin parcelat bujqësore, me qëllim lehtësimin e aksesit dhe furnizimit me ujë. Bashkia e Sarandës me qëllim lehtësimin e punës për fermerët në këtë periudhë me ngarkesë të lartë në bujqësi ka nisur një sër ndërhyrjesh në infrastrukturën bujqësore. Fokus kryesor i punimeve është pastrimi dhe mirëmbajtja e kanaleve vaditse dhe kulluese në zonë. Sipas drejtorit të bujqësisë Mustafa Lama, tashmë janë riparuar të gjitha kanalet kulluese. Aktualisht po vijon puna për pastrimin e kanaleve vaditse, me qëllim sigurimin e furnizimit të rregullt me ujë për kulturat bujqësore. 2026 përveç programit të punës që kemi detyrim ligjor dhe punet të vazhdueshme për të programuar të gjithë kanalet vaditse dhe kulluese që duhet pastrojnë për këtë vit, na u desh të vëmë në eficiencë dhe të gjithë dëmet të shkaktuara nga viti 2025. Kemi riparuar pothuajse të gjithë kanalet kulluese dhe tani po merremi me pastrimin e kanaleve vaditse, ku në programin e punës kemi në total 20 km kanale që duhet i pastrojmë me mjetin ekskavator që disponon drejtoria e bujqësisë. Paralelisht bashkia po ndërhyn edhe në pastrimin e argjinaturave dhe në përmirësimin e rrugëve lidhëse që shërbejnë për parcelat e fermerëve. Përveç pastrimit të kanaleve kulluese, na është dashur të bëjmë edhe një ndërhyrje në argjinaturat, të cilat jo vetëm që shërbejnë si mbrojtëse të lumit bistris, por janë edhe rrugë lidhëse ndërmjet rrugë ndërparcelare tek fermerët. Kemi pasur dëmtime, kemi riparuar aq sa kemi mundur për të filluar sezonin. Gjithashtu kemi bërë dhe 2 projekte më madhore se sa kaq, ku më kryesori vlen të përmendet kanali i Palit, një gjatësi për 5 km, të cilin e kemi projektuar dhe kemi bërë dhe studimin e fizibilitetit për ta bërë me beton, pasi është kanali kryesor që shërben për vaditjen e tokave bujqësore. Më shumë probleme kemi hasur në tokat bujqësore që shtrihen poshtë argjinaturave, të cilat janë më të pranishme nga uji dhe sidomos në kohën e shirave të vazhdueshëm, kur dhe hidrovorët si rezultati dyndjes së baltës në të nuk kanë qenë edhe funksionale në ato ditë. Tashmë kemi gjithçka funksionale, e si hidrovorët, si kanalet kulluese, edhe kanalet e mëdhenj i kemi pothuajse funksionale. Tomasa synojnë të lehtësojnë aksesin dhe punën e tyre gjatë sezonit bujqësor. Në fshatin Lazarat, një talent i ri po spikat në botën e artit figurativ. Desar Mamo, vetëm 12 vjeç, ka nisur të vizatojë që në moshën 5 vjeçare. Dhe sot e shikon artin si mënyrën e tij më të bukur të shprehjes. Me pasionin dhe përkushtimin, ai e ndëron të bëhet një artist i njohur në të ardhmen. Në fshatin e njohur të Lazaratit, një 12 vjeçar ka nisur një rrugëtim të veçantë që në moshën 5 vjeçare. Ky është Dasar Mamo, një djalë me një pasion të jashtëzakonshëm për artin figurativ. Që në moshën 5 vjeç, kam nisë bëja vetëm nga imagjinata, vizatime. Cilat ishin ato vizatime që ju i bënit në atë moshë? Personazhe, kafsh. Si për shembull? Po anime, edhe nga mendja, nga imagjinat. Dhe në shkollë habiteshin ku unë vizatoja, mësuesja.
Për Dasarin, vizatimi është më shumë se një hobi, është një mundësi për të arritur në botën e imagjinatave dhe për ta shprehur atë nëpërmjet formave që krijon mbi letër. Për Dasarin, vizatimi është më shumë se një hobi, është një mundësi për të arritur në botën e imagjinatave dhe për të shprehur atë nëpërmjet lapsit dhe formave që krijon mbi letër. Kam dëshirë, dua që ku të rritën të bëhem piktor dhe mos ta lë vizatimet. Unë dua të jem më i mirë tek vizatimet me laps dhe pastaj do nis pikturat me bojra ujë. Në këtë fshat, Dasari nuk është i vetmi që ka ndjekur pasionin për artin. Bashkëmoshatarët e tij gjithashtu janë tërhequr nga piktura dhe vizatimi. Ka fëmijë që kanë dëshirë të merren me vizatim. Faktikisht këtu vinë her pas here, që vinë bashkë me prindër fillimisht dhe duan të marrin pak orë mësimore për të patur konceptin fillestar si fillohet një vizatim. Dhe Dasari vjen sistematikisht vajti shumë muaj, thuaj se një vit që vjen këtu për të parë frymën dhe emocionin e vizatimit. Flas gjithmonë për vizatimin me laps. Në letër të bardhë, ka shumë fëmijë të tjerë që e dëshirojnë këtë, mirë po ne kemi tani, këto janë mundësit dhe studio këtu ka qenë gjithmonë e hapur për të gjithë fëmijët e Lazaratit, qoftë edhe pjesa poshtë e Kordocës, dhe nuk kemi pas probleme. E kam fjalën gjithmonë për fëmijë nga klasa e 9 e poshtë. Në një botë ku imagjinata nuk njeh kufi, Dasari ka gjetur vendin e tij dhe për të arti mbetet çelësi që hap dyert të një të ardhmje të ndritur. Shfaqja Kërdia ka vijuar me sukses në natën e saj të dytë në teatrin Zihni Sako, duke tërhequr vëmendjen e publikut të Gjirokastrit. Përmes humorit dhe situatave të goditura, komedia sjell në skenë elemente jetës së përditshme të trajtuara me një qasje të freskët. Regjia e Shkëlzen Berishës dhe interpretimi i trupës kanë krijuar një atmosferë të gjallë, duke bërë shfaqjen të vlerësohet gjerësisht nga spektatorët. Publiku i Gjirokastrës ka mirëpritur me interes natën e dytë të komedisë Kërdia, një shfaqje që ka sjellë një atmosferë të veçantë në skenën e teatrit Zihni Sako. Me nota humori vepra arrin të mbajë të angazhuar spektatorin nga fillimi në fund, duke bërë përvojën teatrale të gjallë dhe të këndshme. Shumë e bukur, e këndshme, shumë e bukur. Loja e aktorëve shumë e mirë. Po ishte një komedi e bukur, dialogët ishin shumë të bukur, na emocionoi. Po mesazhi ishte tema familjare, me sa kuptuam, marrëdhëniet e familje, problematikat, duhet, patjetër. Ka nevojë publiku për shfaqje të tilla. Ka shumë nevojë. Po ishte një interpretim shumë i mirë i aktorëve, ku përcjell edhe një mesazh të qartë për gjithë prindrit, të cilët parësore duhet jetë mirëritja e fëmijëve dhe fokusi kryesor të jetë tek familja dhe fëmijët dhe jo tek aparenca dhe pjesa e fasadës. Besoj se ka shumë vlera për të shtuar shfaqje të kësaj natyre, përcjelli mesazhe goxha të jetës reale, janë me shumë vlerë, sidomos për familjen e sotme. Në regjinë e Shkëlzen Berishës, komedia trajton realitetin e përditshëm në një këndvështrim ndryshe, duke përcjell mesazhe aktuale që prekin publikun. Interpretimi i trupës është vlerësuar për energjinë dhe për kushtimin, duke dëshmuar një nivel të lartë profesionalizmi në skenë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia ndau pamje nga punimet në Kalan e Borshit që do të hapet si sit i ri muzeal. Gonxhia shkruan se në Kalan e Borshit po kryhet një ndërhyrje e rëndësishme që do të japë jetë re këtij monumenti historik, duke ruajtur historinë dhe duke përmirësuar përvojën e vizitorëve. Projekti i financuar nga Banka Botërore dhe i implementuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe Bashkinë Himar, parashikon konservimin dhe stabilizimin e strukturave, restaurimin e xhamisë brenda Kalas, si edhe krijimin e elementeve të rinj arkitektonik, paneleve interpretuese, platformës së vëzhgimit dhe ndriçimit artistik. Pas përfundimit të punimeve, Kalaja e Borshit do të hapet si sit i ri muzeal me bilet hyrëse, duke u kthyer për herë të parë në një destinacion të mirë strukturuar për vizitorët.
Dy shoqata kulturore nga Selaniku, Orostasi dhe Toseriani, zhvilluan një aktivitet artistik në sheshin Çerçiz Topulli në Gjirokastër në bashkëpunim me shoqatën kulturore të Dervicianit. Gjatë mbrëmjes u interpretuan valle dhe këngë tradicionale greke, të cilat u mirëpritën nga publiku. Organizatorët dhe pjesëmarrësit theksuar rëndësinë e këtyre aktiviteteve në promovimin e kulturës dhe forcimin e lidhjeve mes dy vendeve. Vlerat kulturore greke janë prezantuar në qytetin e Gjirokastrës përmes një aktiviteti artistik të organizuar në sheshin Çerçiz Topulli. Dy shoqata kulturore nga Selaniku, Orostasi dhe Toseriani zhvilluan një performancë të veçantë në kuadër të një vizite turistike në qytetin e Gurt, duke tërhequr vëmendjen e publikut vendas dhe turistëve. Kryetaria e shoqatës kulturore të Dervicianit Dervi, Kostan Doksera, u shpreh se ky aktivitet është fryt i bashkëpunimit mes palëve dhe synon afrimin e kulturave. Ajo theksoi se iniciativa të tilla shërbejnë për të forcuar lidhjet kulturore mes Shqipërisë dhe Greqisë, duke promovuar traditat dhe trashëgiminë shpirtërore të dy vendeve. Shoqata kulturore nga Greqia, nga Selaniku, kanë ardhur vizitë turistike në zonën e Gjirokastrës. Po me që janë të dhënë pas kulturës edhe pas kërcimit, ata deshën që të interpretojnë edhe diçka për publikun e Gjirokastrës. Në bashkëpunim me shoqatën kulturore të Dervicianit Dervi, organizojmë sot këtë event në sheshin Çerçiz Topulli për gjithë qytetin, për gjithë komunitetin e qytetit të Gjirokastrës. Kultura i bashkon njerëzit dhe në fakt aktivitetet e këtij lloji janë pikërisht për të afruar popujt që të njihet njëri me tjetrin, të njohim dhe të kuptojmë kulturën e fqinjit, por edhe ata kanë ardhur pikërisht për këtë që të njohin Gjirokastrën, të shohin bukuritë, kulturën. Gjatë mbrëmjes artistike, grupet Orostasi dhe Toseriani interpretuan valle tradicionale nga krahina të ndryshme të Greqisë, që u pritën me duar trokitje nga publiku. Ritmet folklorike dhe kostume tradicionale krijuan një atmosferë festive në zemër të qytetit. Përfaqësuesit e dy shoqatave u shprehen se janë shumë të impresionuar nga Gjirokastra, duke vlerësuar mikpritjen, kulturën dhe interesin e publikut për traditat popullore. Ata theksuan se vallet që sjellin janë pjesë e trashëgimisë së tyre kulturore dhe përfaqësojnë krahina të ndryshme të Greqisë, duke synuar të ndajnë me publikun bukurinë dhe energjinë e folklorit. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτομαι την Αλβανία. Kjo është era e dytë që vizitoj Shqipërinë. Shoh një zhvillim të madh. Kam ardhur edhe disa vite më parë, konkretisht në Gjirokastër, dhe vërej një ndryshim të madh. Unë do të kërcej valle nga dy treva. Do të kërcej valle nga Maqedonia me veshjen që kam veshur dhe gjithashtu nga Thraqi me grupin tjetër. Ne jemi një shoqatë që quhet Orostasi. Ndodhemi në Selanik, në qendër të qytetit. Morëm një ftesë nga shoqata Dervi, e fshatit Dervician, dhe e konsideruan një nder të madh. Prandaj erdhëm për të njohur edhe Shqipërinë. Unë vi për herë të parë dhe mbeta i befasuar, por shoh që po zhvillohet me ritme shumë të shpejta. Kemi vizituar disa vende. Kemi qenë edhe në Sarand, edhe pash një ndërtim të jashtëzakonshëm, që tregon se vendi po zhvillohet shumë. Madje më kujtoi pak edhe Greqinë, sidomos zona turistike. Nuk mund ta dallosh nëse je në Greqi apo në Shqipëri. Na pëlqeu edhe ushqimi dhe njerëzit na pritën me shumë ngrohtësi. Ne kemi ardhur me valle tradicionale nga zona e Thraqit, me kostume tradicionale për të kërcyer vallet e kësaj treve. Sipas tyre, aktivitetet të tilla ndikojnë pozitivisht në afrimin mes popujve, duke krijuar ura bashkëpunimi dhe mirëkuptimi përmes artit dhe traditës. Είναι πολύ σημαντικό. Është shumë e rëndësishme që fqinjet të jenë të bashkuar, ndryshojnë mendime përmes kulturës. Muzika dhe vallja janë ura që na lidhin. Ndaj këto takime janë të rëndësishme për të shkëmbyer përvoja zakone dhe tradita, si dhe për të jetuar momente të bukura. Kjo është një mënyrë për të forcuar miqësinë dhe lidhjet mes dy vendeve, sepse edhe në Greqi kemi shumë miq shqiptar. Turistët të pranishëm në aktivitet u shprehen të entuziazmuar nga performancat dhe atmosfera e krijuar, duke e cilësuar si një eksperiencë të veçantë gjatë qëndrimit të tyre në Gjirokastër. Na pëlqeu shumë kjo mbrëmje. Atmosfera ishte fantastike dhe plot energji. Është një eksperiencë që do ta mbaj mend gjatë. Gjirokastra është era e parë që shohim valle tradicionale kaq nga afër dhe na duket shumë interesante. Kultura këtu është vërtet e pasur. Na la një përshtypje gjallëria e aktivitetit dhe mikpritja e njerëzve. Kjo e bën vizitën tonë edhe më të bukur.
Muzika dhe vallet krijuan një atmosferë të veçantë. Në pëlqen shumë si bashkojnë kultura të ndryshme në një event të tillë. Aktiviteti u zhvillua në sheshin Çerçiz Topulli, duke i dhënë qytetit një atmosferë festive dhe plot gjallëri. Muzika, valle dhe prania e artistëve krijuan një mbrëmje të veçantë për qytetarët dhe vizitorët, të cilët u mblodhën për të ndjekur nga afër performancat. Ky event solli një tjetër ritëm në fundjavën e Gjirokastrës, duke e kthyer sheshin në një pikë takimi për kulturën, argëtimin dhe shkëmbimin e traditave, ndërsa ndikojnë në gjallërimin e jetës sociale dhe turistike të qytetit. Në hyrje të fshatit Shëntodhër të Lunxhërisë, një shtëpi tërheq vëmendjen për oborrin e saj të mbushur me trëndafila dhe lule shumë gjyrshe. Zonja Shpresa Rami ka kthyer pasionin e saj për lulet në një traditë të bukur familjare, duke shndërruar ambientin përreth në një kopësht të vërtet. Në hyrje të fshatit Shëntodhër të Lunxhërisë, një shtëpi e thjeshtë bie me njëherë në sy me oborrin e saj të mbushur me ngjyra dhe jetë. Zonja Shpresa Rami ka kthyer hapësirën përreth banesës së saj në një kopsht të vërtet lulesh, ku trëndafilat janë kryefjala çdostine. Gjatë një bisede me të, ajo tregon se dashuria për lulet nuk është vetëm një pasion i momentit, por një traditë që e ka shoqëruar ndër vite. Për mua si grua, e kam lulen në plan të parë, se kur ke lulen të gëzon shpirti. Dhe një vend që ka më shtëpin, kur ke terenin me lule, merr ajër më të pastërt. Dhe kështu e rregdit ditën veç pjesës pastaj që kemi frutikultur, kemi perime, do me thënë jemi të gjithanshëm, po pjesa ime si grua, mbarova me fëmijët se i kam rritur dhe tani jam kthyer totalisht vetëm për lulet. Një pjesë të madhe të kohës së saj të përditshme, ajo ja kushton kujdesit dhe mirëmbajtjes së këtij ambienti të veçantë, duke e bërë oborrin e saj një vend të rregullt, të bukur dhe plot harmoni. Ngrihem në 6 se pi ilaçet dhe përfundoj në orën 8 vetëm këtu. Rreth. I pastrojmë në barrat e kohës, i ujitim, i ndrojmë plohun, i përtërim, që këtu edhe deri te porta janë 150 rënjë. Se tani trëndafilat duhet të zgjedhet e basë asaj, tani ne i kemi vunë rada, zonë këtu për shembull një ashtu ka vunë, kurse e porta ka vunë të bardhë, të kuq, visht edhe portokalli. Por puna e saj nuk ndalet vetëm te dekorimi, me trëndafilat dhe lulet që kultivon me përkushtim, ajo përgatit gjithashtu likere dhe kliko tradicionale, duke ruajtur kështu edhe shijen e vjetër të zonës. Me fletat e këtyre bëj lëng ose dhe reçel. Ju përveç bukurisë, ju i përdorim? Po, ne i përdorim edhe për qerazëm që thonë. Shpresa Rami, me pasionin e saj, e jep kujdes dhe dashuri për natyren, duke kthyer çdo hapësirë në një vend të veçantë dhe çlodhës. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.